qëtojnë matematika që është bon 80 vota. Megjithatë, për me i bo vetë 61, po më intereson një matematikë. Ju i keni propozu 2 emra cilët i votoni. Është Saranda Bogujeci dhe Shqipe Selimi. Në rast se propozohet Fatmir Limaj, kryetar kuvendi, a ka vot pro Davut Haradinaj? Personalisht nuk kam mendim si subjekt politik nuk më i flasë, nuk i e vot. Ti nuk i e vot? Jo. Edhe e kam publikisht, jo për në arsye, për pos që ata që në the atë kam jetë hatri, po. Nuk e votoj. Për shkak të hatërmbetjes? Ka mujt me e marrë votën teme, me elegancë, edhe me pas për krajën edhe publike, si kurse te kishtë trajtu pak ma me kujdes që të farë divorcin që qujta une të shimur drejtem nga kjo studio. Dhe me tonë drejtem, nuk kam qenë as mirë informum që apo ndodhë, se nuk e dishim, dhe me tonë veç më shkryshin, a e ka ishe debatin, nuk e kom kuptu drejt. Për ndryshe, nuk ishtë dashtë edhe me mendu zë dilima me kërku votën. Për shkak kësaj sjellje. Do të thonë, ma shumë mendoj që duhet më shku më arsitu elektoratit vetë, se sa me kërku tash tek AK-ja. E vetëm jam mënyrë për me marrë zë dilima votën e Davut Haradinaj, në rast se ai do të jetë pjesë e koalicionit opozitar. Atëherë tani këto fjalë ndryshojnë gjithçka. Ndryshojnë gjithçka në rast se zotri Limaj bëhet pjesë e koalicionit. Nëse ai do të jetë pjesë e koalicionit opozitar, unë nuk jam hyrtar tash të që më prish për shkak të zotit Limaj. Për ata, domethënë nuk qesim pengesa dhe kemi thonë publikisht që as nuk kem pretendime, as nuk kem kushte. Jemi shumë të hapun për me përkrahë një koalicion të opozitës, e i cili koalicion një opozitës në bazë të matematikës, tash mos ti edhe unë si kryeministri në dergem, sa bojt. Ne i kemi rreth 64 vota. S'po del që ashtu? Ne i kemi rreth 64 plus mund t'jetë 65. Pse, zotri Haradinaj, e pojmë që të matematikë? Shumë e tjeshtë, do me thonë, sa i mërë zoti Kurti, e kja dhe që të numërën. Na i kena 52 vota të ish subjekteve opozitare, unë nuk preferoj me qujt parti opozitare, sepse aktualisht nuk ka pozit në kuvend në Kosovës. 52, minus Marigona Geci, vote deklaruar, jam 51. Minus Emilia Regjepi, që ka deklaru që nuk e voton, minus Elbert Krasniqi. Krejt këta votojnë, dhe që mëse ki dërë të jatë punë. Edhe Elberti voton, edhe Emilia Regjepi voton. Ata janë pjesë e koalicionet që janë edhe sot ministra, bile për jo dalin rogat e ministra, kundër leqëm, se janë betu si deputet, por këtë do tjetë një rast që do të shqyrtohet ma vonë besoj edhe në organe, se unë mendoj që është rast që s'ka ndohë në erë në histori njerëzimit me shku njeri mu betu si deputet, e me shku në zyret ministrit e me marrë rogën si ministrit, dhe me dhonë veç të në Kosovë ndodhë kjo,